Me 22 mars është protesta e radhës e Partisë Demokratike. Lajmin e njoftoi kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nga selia blu pasi mbylli protestën. Sipas tij, protestat do të vijojnë deri në fitoren e opozitës. Me 22 mars e gjithë Shqipëria në Tiranë, e gjithë Tirana në rrugë, vijojmë kryengritjen paqësore deri në fitoren vendimtare, deklaroi Berisha nga selia e Partisë Demokratike. Kjo protestë, e cila përkon edhe me festën e Sultan Novruzit, do të zhvillohet një ditë pas Asamblesë Socialiste. Protesta e sotme e opozitës ishte më e shkurtër se çdo protestë tjetër e demokratëve, zgjati gati 110 minuta, aq sa zgjati dhe seanca në parlament. Në përgjithësi, protesta ishte e qetë me disa incidente të vogla si heqja e gardhit metalik dhe ndezja disa tymuesve. Pati pak fjalime ishte deputeti Klevis Balliu, i cili është përjashtuar nga seancat plenare, dhe Iliana Kuçana, ndërsa u mbyll nga kreu demokrat Sali Berisha. Ky i fundit teksa falenderoi qytetarët, tha se Rama sot shënoi vrasjen e tij politike pas votimit të kuvendit kundër kërkesës së SPAK. Ky i fundit teksa falenderoi qytetarët, tha se Rama sot shënoi vrasjen e tij politike pas votimit të kuvendit kundër kërkesës së SPAK për deputeten Belinda Balluku.